Disa të krishterë po i quajnë shqiptarët musliman frikacak, vetëm pse ata kanë ndru fe. E disa musliman po konvertohen në krishterizëm sepse sipas tyre ajo është feja e shqiptarëve. Kjo është e vërteta e shqiptarëve dhe feve tona, që ata nuk duan që ju ta dini. Historia e shqiptarëve nuk fillon nga perandoria osmane. Ajo fillon në Ilirin ton të lashtë. Veç që ta kuptoni se sa të vjetër janë Ilirët, kur piramidat e Egjiptit po ndërtoheshin para 4000 viteve, Ilirët ekzistonin dhe ishin shumë të avancuar. Në atë kohë kuptohet Ilirët nuk ishin as krishterë as musliman, sepse këto fe nuk ekzistonin. Ata kishin fenë e tyre ilire. Por qysh nga ajo kohë, ne gjithmonë jemi të sulmuar e të pushtuar nga të tjerët. Së pari nga perandoria romake, para 2300 viteve, e pastaj nga ajo bizantine, pastaj bullgarët, turqit, serbët, deri para 25 vite ishim të pushtuar. Të gjitha fetë që ekzistojnë sot tek shqiptarët janë të ardhura nga uzurpatorët. Shembull, kur romakët pushtuan Ilirin, ke pas vetëm 2 opsione, ose të bëhesh krishter, ose të vdesësh ti edhe familja jote. Andaj kushdo që është sot gjallë, është konvertu. Veç që të krishterët janë konvertu para 1700 viteve, e muslimanët në kohën e Skënderbeut. Kjo është edhe arsyeja pse sot nuk ekziston feja ilire, sepse krejt ata trimat që se pranuan krishterizmin u vran e u masakruan. Romakët, për pos që pushtuan tokën ilire, ata djegën të gjitha librarit, fejen dhe dijen e lashtë ilire bashkë me kulturën e saj. E pastaj mbishkruan historinë ashtu siç deshën vetë. Sot, në librat e historisë, Ilirët konsiderohen si pirat të Adriatikut, thuhet se ata kishin fe pagane, besonin në diell e në shumë zotra, me dhe me kishin asgjë, po sa të vërteta janë këto, kush i ka pohu këto fakte? Ishin vetë romakët. Pra, ne sot dim vetëm çfarë ata donin që ne të dim. Çdo dije tjetër është e djegur. Thënia feja shqiptarit është shqiptaria vjen pikërisht për shkak të këtij problemi. Ne fen nuk e zgjedhim, ne lindim me atë fe. Ju jeni të krishter apo musliman vetëm sepse lindët në një familje të tillë. Andaj feja ka lidhje me familje e jo me komb. Nëse jeni shqiptar, s'ka lidhje a je budist, krishter apo musliman, ju prap jeni shqiptar. Mos krijoni përçarje, po duajeni njëri tjetrin, sepse ne shqiptarët jemi një komb dhe kemi një Zot.